edhe që është një tash afarist i suksesshëm dhe që jeton dhe punon në Zyrich, në Zvicrën e bukur. Ai më pa të thënë fillimisht, a profesor, shkojsh, çka do që të mundesh me bë, bën, por në fund tregom për sa kemi të keq. Sa jemi të keq. Edhe e plotsojmë. Dhe në fund i tregova thash për kaq kam me të keq, ai pa pas një ngurim më ndihmoi aq shumë sa që thjesht mbeta pa tekst. Shumë e bukur, shumë njerëzore. Lumna që kemi kësi. O të përqafojmë o bardhyl që është shumë rëndësishme kjo gjë. Njerëz suksesshëm, burra gratë suksesshme gjithandaj Evropës dhe botës dhe mos na lor Zoti pata. Me një fjalë filluan intensivisht ushtrimet, Roberti e mori shumë seriozisht, edhe e kam ditë mirë takimi i parë i tij me profesor Trimorin, pastaj edhe me dramaturgun Shpëtim Selmani, pastaj edhe me producentin i lirë Bokshin, me të madhin artistin. A Iliri është aty? Është në ekip, po. Konsulent, ju ka ndihmu, ja u ka dhënë dorë. Prej fillimit. Me të madhin aktorin Adem Karaga nga Shkupi, me aktorin Donika Ahmeti, me Bilbilin e muzikës së bukur shqipe Besjana Mehmeti, e shumë të tjerë. Ky aq shumë ma plotësoi atë ide dhe ma ngroh zemrën me atë punë, me atë disiplinë, lirisht mund të them ushtarake të paparë ndonjëherë. Kisha qef që ashtu hëndra me to një ekip sepse shqiptarëve ju mungon puna ekipore. Dhe gjeta veten shumë tek kjo ekip e njerëzve profesionistë, artistëve tonë që unë shkojsha kanë herë në ushtrime, prezantojsha dhe sikur fluturoni na shqipojnë me flatra. Profesor, më rri pak aty. Po, të lutem. Ti shohim, i kam disa sekuenca të përgatitjeve tuaja në... Edhe bingo në vështë. Shumë një. Mane. Mes, qartu. Drejt me Donike. No, it's okay. No, it's okay. Let's go. Po, këto e keni okay këtë pjesë. Po. So, fundi, vazhdo. Robert, jo jashtë, ta mëni sakt. Kjo shkollë, përveç asaj shkollë që e ke banë në Tiranë, që ke pas fatin e mirë, të rrallë, unë në sreti jemi djegë me shku atje me studiu, pas taj kur në erdhë vakti u bovona, i kishim kry, kishe knena edhe, apo edhe është shpirti jotë? Kjo disiplinë, kjo punë, kjo... Po, pjesa e disiplinës, sigurisht është pak edhe individuale, ndoshta në kuptimin e, po, sepse secili ka formën e vet, mënyrën e vet punës, po në laboratore tilla krijuese, me tema tilla, me ngarkesë kaq të madhe, faktikisht nuk ka edhe hapësinë tjetër. Pra nuk kanë hapësinë as vet kasta ose njerëz që punojnë. Edhe tjetra, unë i kam zgjedhur me shumë kujdes aktorët, kërcimtarët, gjithë bashkëpunëtorët. Pra këtë kam pas edhe falenderoj edhe publikisht, kam pas një lloj lirie të jashtëzakonshme për me i zgjedh kastën me cilën du me punu. E keni zgjedh? Edhe i kam përzgjedh një lloj audicioni. Bashkë me bashkëpunëtorët i përzgjodhe? Po, sigurisht, me konsultat vazhdueshme, por me shumicën e këtyre aktorëve, artistëve, kërcimtarëve që i kam pas prezent në shfaqje, kam punu edhe më herët. Edhe më herët. Edhe i njoh, e ke ditë ku janë qa bëjnë. Një punë të jashtëzakonshme e ka bërë edhe asistentja jam, që ka qenë asistent koreografe, Lavdia Idrizi. Faktikisht, ajo ka arrit me ngrit trupën në nivelet edhe në kualitetet që janë dashur për me ardhur te rezultati final. Veç ta duhet të trokasim, mos ti mbetemi po se kemi prezente, Secila, aty e meritojnë do atletiket vazhdueshme për punën që e kanë bërë. Faktikisht, edhe pse kam pas punë të ndryshme dhe të vazhdueshme dhe tash në vazhdim punoj me pjesë të ndryshme, me shfaqje dramës, po ashtu të koreografisë. Mundem me thonë që është një ndër proceset ma intenzive, ma interesante edhe ma të kënaqshme të gjithë jetës tem deri tash. Sigurisht që edhe temat cilën edhe ato që ne kemi trajtu është edhe shumë personale. Pra, faktikisht na prek gjithëve. Diçka që kemi kalu gjithë në një formë ose një formë tjetër. Kjo dramë, po, e quj, kjo shfaqje, që ka dramë, që ka dance, që ka koreografi, që ka protest, që ka këngë, diçka shumë e veçantë.
kështu si skenar e shkruat bashk, ideja ishte e kuptoj e profesorit, po pastaj e shkruat bashk, e konceptuat bashk, apo si rrodi? Ne kemi qenë në bashkëpunim të vazhdueshëm. Në vazhdimsi, a? Po, vazhdimsi, po çështja e konceptimit të shfaqjes i përket më shumë si më thon bashkëpunëtorëve krijues, kreativ, edhe musi në këtë rast si regjisor dhe koreograf. Po konceptimin e shfaqjes në ato se si do të prezantohet, sigurisht është më shumë përgjithësi artistike. Mirë po, në asnjë moment nuk e kam ndërmarrë asnjë lloj hapi pa konsultën e vyer të profesorit, sepse ideja, pra në gjithë këtë punë duhet të respektu ideja e profesorit, e parë, e konceptimi, pastaj është pjesë që i përket zakonisht regjisorit ose koreografit, po sigurisht në bashkëpunim me krejt ata njerëz që i kemi pas rrethit. Përmene shumë muzikë, kërcime të gjitha, po aty ka pas edhe diçka tjetër. Ka qenë mund me thani spektakël i dritave, që është bërë prej Jan Peraux Djelef, është një Zvicerian që punon në Kosovë kryesisht, i cili ka bërë një punë të jashtëzakonshme me ndriçimin e shfaqjes. E gjithashtu dhe Florian Çanga, që është videoprojekcionisti i shfaqjes dhe punën me lasera. Pra shfaqja ka pas edhe lasera, të cilët janë, mund me thënë në skenën tonë, janë përdorur për herë të parë. Pra shfaqja, na jemi mundu që shfaqja mos me pas gjana të cilat janë veç për me i pas, po gjithçka që ka qenë vendin e vet, edhe ka qenë e domosdoshme. Pra çdo gjë që është përdorur në shfaqje është përdorur pikërisht për shkak domosdoshmërisë për me shpreh ato që kemi pas nevojë me shpreh. Kina me fol për dramën edhe me papa, me që më kalove të pequj loja me drita, çka keni dashur me dritat, me simbolizu, me dhënë, si... Sigurisht, shfaqja dhe tema e tillë, ai laborator që na kemi pas në krijimtari, sepse gjithçka faktikisht ka ndodhur aty për aty. Pra ne kemi pas qëllime të caktuar për secilin tablo koreografike, nëse më quajt mbrana shfaqjes. Edhe gjithçka ka ndodhur është realizuar në një lloj bashkërimi edhe me trupin. Pra kemi hyrë ato grobzat e vogla timta që na kanë herë harrojmë, shpeshherë harrojmë, për në ato laboratoret kërkuese të vetvetes në raport me luftën, me traumat, pra jemi ballafaquar me vetveten faktikisht. Ndriçimi është në shfaqje të tilla, edhe jo vetëm, është një ndër pjesë më të rëndësishme, mund me thënë, të me i dhanë peshën e duhur në skenë. Por që puna të cilën e ka bë Jani është punë e jashtëzakonshme, jo vetëm në Prishtinë, po edhe në vende tjera ku kemi qenë. Edhe ku të shoh që ka bërë. Pra është shumë e rrallë mënyra se si ai e trajton dritën në raport me shfaqjen. Shpesh herë ndodh një lloj kontrapunkti, nëse më me quajt me se është termi i duhur, është apo ndodh një gjë e kundërt për shkak të fuqisë dritës. Po kësaj radhe ka qenë aq mirë shkrime, ndriçimi, laserat, projekcionet, puna, kërcimi, muzika, gjithçka ka qenë aq komplekse, po aq organike, saqë prandaj edhe po them që meriton një lloj vlerësimi maksimal, sepse ka bën një punë. Na pikë këtu veç duar tropike në javë. Profesor, për mbajtja drama njerëzore jona. Pikërisht, tragjedi me shekuj e shqiptarëve, por që inkorporohet aq bukur, aq dhimbshëm, por aty ka edhe dhimbje dhe krenari, sepse këta djemë dhe këto vajza që i ka kombinu aq bukur profesor Roberti, ashtu që shkam dëshirue nga Tirana, nga Shkupi, Prishtina, dhe më thënë është kriju një Shqipëri në miniatur e një trupe artistike të mrekullueshme, se cili më i mirë se tjetri. Aq bukur thash u realizu, sa që definitivisht ato sakrifica mbi njerëzore të djemve dhe vajzave tonë më të mira, sidomos të atyre të fund shekullit 20, përkatësisht të fund luftës së viteve 97, 98, 99, ushtrisë ligjore të Kosovës, mija dëshmorë dhe dëshmore, mija martir, veç fëmijët vram 1392 veç në luftën e fundit, edhe 20 më herët 1432 fëmijë, me një fjalë aq profesionalisht, aq ndamare ka prek në palc dhimbjen shqiptare. Roberti, profesori me gjithë atë ekip të madhe,
sa që është mrekullia vetë, sepse në veçanti janë koncentru të vrasjet e fëmijëve, vrasjet makabëre të fëmijëve, varrezat masive, të zhdukurit që edhe sot e kësaj dite, 26 vite, po kalojnë që i ke më shumë se 1650 zhdukur, as mirë ka trajtuar sa që thjesht nuk ka shqiptar, bile edhe ndërkombëtar, se e kem pas rastin atë ditë më 26 nëntor në AMC në sallën e madhe në Prishtinë, ku kanë qenë më shumë se 1500 spektator, e kam pa me sytë e mi ambasadorin francez me lët në sy, duke i përcjell ato skena rënqethse, të tmerrshme, trishtuese, dhimbshme, e plot të tjerë jam i bindur që s'ka me të kush pa qajt, sepse e prek tragjedin shqiptare gati 2 shekullare. Dhe prandaj po duhet të them meriton gjithsesi nga ky emision, nga ky spektakël i bukur, një falënderim shumë të veçantë edhe kryetari i Komunës Prishtinës, i cili menjëherë ju ka gjendë krah profesor Robertit dhe ja ka ofruar në shërbim 2 salla të mëdha, sepse ka qenë gati problem i madh, për të mos thënë problem serioz. Si me gjetë? Ku me gjetë 2 salla midis Prishtinës për me ardhur artistat prej Shkupit, prej Tiranës, prej Prishtinës, nëse kanë pas më mirë, po këtu gjithsesi duhet ta falenderoj edhe një kushëritimin e Shemsi Planin, i cili ju ka ofru domethënë gratis falas disa artistëve të Shqipërisë, të Shkupit, edhe fjetjen, edhe hotelin, edhe ushqimin. Shemi jon aty. Shemsi Plani i teatrit Dodona, i teatrit